Marian Kodheli, 25 vjeçari që vrau babain Pjetër Kodheli me thik në Durrës disa ditë më parë, është lënë në burg. Gjykata ka vendosur mas arrest me burg, i cili ka qenë i ligjshëm. Në seancën gjyqësore të së shtunës, ai është shfaqur i qeshur dhe pa shenja pendese. Pas përfundimit të seancës, avokatja e tij, Tone Legegaj, ka deklaruar se autori nuk është ende i ndërgjegjshëm për veprimin që ka kryer, duke shtuar se ai nuk ka pasur më parë probleme me ligjin. Mariani akoma nuk e kupton veprimet që ai ka kryer, paktën aq sa unë arrit të kuptoj nga gjendja e tij. Akoma s'ka arritur të kuptoj gjendjen, veprimet që kanë ardhur si pasojë e këtij. Mariani shikohet si një person i mbyllur, i heshtur, nuk e di se çfarë ka vuajtur ai nga brenda. Dhe sjellja që ai ka bërë është realisht shumë e rëndë, pa parashikueshme, pa paramenduar nga askush. Ngjarja e rëndë u shënua mesditën e 28 tetorit, ku i riu plagosi për vdekje babain teksa po hanin dreg. Në dëshminë fillestare të tij, ai është shprehur se kishte patur debate të vazhdueshme dhe se ai nuk e linte të hante i qetë. Referuar dëshmisë së tij dhe avokates, autori kishte qenë emigrant dhe kishte disa muaj që ishte kthyer në Shqipëri.